Më ndjej vetën fajtor. Unë e ndjej vetën fajtor. Për rastin që ka ndodhur. Ma mirë të shakona në vend në saj sot, si kjo rast që ka ndodhur. Me kërkesë familjes, njoftojmë gjykatën se të njëjtit nuk pranojnë kërkimfaljen. A keni nevojë për sqarime tjera shtesë lidhur me atë që lexoi prokurorja? Jo. Atëherë gjykata para se t'ju ftoj që deklaroni lidhur me atë se ndjeni apo jo vetën fajtor për veprën penale që vjet në barë, gjykata të informon se cilat janë pasojat dhe privilegjet e pranimit fajësisë. Si pasojë pranimit fajësisë është fakti që në gjykatën e shkallës së dytë në apel nuk mundet më paraqit ankesa i përket vërtetimit gabuar dhe plot gjendjes faktike për shkak se nuk bëhet administrimi i provave. Ndërkaq, ju do të keni mundësi me parashtruar ankesa i përket lartësisë sanksionit penal, ndërkaq si privilegj i pranimit fajësisë tjetër është edhe fakti që gjykata pranimin e fajësisë e merr si rrethon posaçërisht lehtësuese me rastin e marrjes së dënimit. Ai kuptove këto cilat i thash? Po. A ke nevojë edhe një herë me konsultu me mbrojtësin para se me u deklaru? Po. Të shënë jashtë? Atër zyrtar për njësori ofën? Këpande u reshë për të nësë. Pasi pandjore deklaruar që të shëmë të shpëtoj të drejta në dhe njerë që konsultuat me mbrojtësin e ti, para se deklaruat i dhe nga të sajnë vjena për ju vetën fajtor, të njëjtit kërë në salë është ora 10:49 dhe deklarojnë a jeni të gatshëm të vazhdojt me seancën, jeni konsultuar mjaft pushëm. Atëherë ftohet i pandehuri Argjend Kastrati që të deklarohet lidhur me fajësinë apo pa fajësinë e tij, si deklarohesh Argjend fajtor apo i pafajshëm? Më ndjej vetën fajtor. Unë e ndjej vetën fajtor. Për rastin që ka ndodhur. Dhe shpreh pendesë për rastin që ka ndodhur. Edhe dua kërkoj falje dhe ndërshime gjithë Dhe dua të kërkoj falje familjarë, njerëz, edhe gjithë personat që janë prej këtë rast. dhe ngushtimë familjarëve të pandehurës dhe gjithë personave që janë prekur nga ky rast. Keni diçka tjetër Argjend? Ma mirë të shakona në vend në saj sot, si kjo rast që ka ndodhur. Kisha qenë. Shprej kësore dhe shumë madhe. Pritë është ka Medena, fajtosh në pranimin e fajësisë nga ana e pandehurit. Përfaqësuesi i palës së dëmtuar, unë avokat. Po, fajtohemi me pranimin e fajësisë nga ana e pandehurit. Ndërkaq për rrethanat, pastaj. Pastaj, po më vazhdo. Po. Pasi vlerësojmë ka mbështetje plot në provat e siguruara në kodin e penale. Me kërkesë familjes, njoftojmë gjykatën se të njëjtit nuk pranojnë kërkimfaljen nga ana e pandehurit dhe kjo kryesisht që i njëjtit dhe familjarët e tij në disa raste nuk kanë treguar vetë përmbajtje në veprimet e tyre. Sa përket kërkesës pasurore juridike? Sa një çështje të bukur, një problem. Rikalimi i shpejtësisë dhe mos respektimi i përparësisë së kalimit të këmbësorëve në vendkalimin për këmbësor përbëjnë shkeljet më të shpeshta të rregullave të trafikut në vendin tonë, me të cilat po rrezikohet siguria në trafik dhe njëkohësisht edhe jeta dhe integriteti i rroturit pjesëmarrësve. Sa i përket asaj që nuk pranojnë kërkimfaljen, qëndron plotësisht dhe përkundër që mund të kishte sadopak hapësirë për komunikim ndërmjet dy familjeve, presi ato janë shuar nga një moment që kryefamiljari, njëherë babai i pandehurit, publikon në rrjetin social Facebook faktin se është bërë gjysh dhe krejt kjo vetëm pak ditë pasi zona në bandjet. Pashmangshëm që lindja e një fëmije në çdo shtëpi është dhe duhet të jetë gëzim. Megjithatë vlerësoj se në rastin konkret, familja e pandehurit do duhet të ishin më të përmbajtur pasi nga veprimet e këtij fundit në komunikacion ka humbur jetën zona, cila po ashtu është fëmia e dikujt. Propozoj gjykatës që më rastin e marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, të ketë parasysh në rrethonat lehtësuese, siç është pranimi i pajisisë si rrethon posaçërisht lehtësuese, e të cilin pranim i pandehurit e ka bërë në të gjitha fazat të procedurës, duke shpreh pendim dhe për veprën e kryer dhe premtim se në të ardhmen nuk do të bien ndesh me ligjin, faktin se i pandehuri në momentin e kryerjes së veprës penale ka qenë i moshës 19 vjeçare dhe se është hera parë që ka rënë ndesh me ligjin dhe premtimin e tij se në të ardhmen nuk do të kryejë veprat të rreth tjetër penale. Një përsëri propozoj që mos të aprovon si rrethana rënduese që mos aprovon si rrethana rënduese.
të cekura nga e prokurorit dhe mbrojtësit, se rasti ka ndodhur në vend kalim për këmësor dhe te kalimi i shpejtësisë, sepse këto te kalimi i shpejtësisë, sepse këto rrethona janë rrethona të cilat janë përshkruar në dispozitivin e akuzës dhe nuk mund të purifikohen dy herë, po ashtu duhet se ju bëj me dije se i pandeuri në asnjë moment nuk e ka mohuar veprën e krye penale, se vepra shkon në vend kalim për kamsor, lëvizjen, shpejtësinë e lëvizjes së automjetit dhe po ashtu ka deklaruar se njëti ka qenë e gjeni se aty ka shajë për vend kalim, nga se vazhdimisht e kalon në paraturë. Pandeuri argjend, apo ai po është ma që u deklaru mbrojtësyet? Po. A ti me u deklaru diçka tjetër? Jo. A jepe ndu për veprën penale se në keni kry? Po. Shka po? Pajtohem në tërsi? Pajtohem në tërsi me që e mbrojtësit. Jam të nduar natë për veprën penale. Diçka tjetër argjend? Jo.